Do të flasim për artin në këtë pjesë të Reze Dielli, si një gjuhë universale, si një ndjesi që s'ka kufi, si një gjuhë që mund të shprehë gjithçka, atë që ndoshta edhe vetë ne nuk mund ta shprehim dot. Se si vjen ky art në studion ton në këtë hapësirë, është pak më i veçantë sepse kam dy artiste që na kanë përfaqësuar në një event ndërkombëtar në Sharm el Sheikh, ku kanë marrë pjesë 54 artist nga gati 20 vende të botës, duke shprehur dhe patjetër jo vetëm talentin e tyre, sepse kjo ka të bëjë me reputacionin e tyre si artiste rreth të parë, por edhe me reputacionin ton si Shqipëri, si vend, si komp, për të përfaqësuar në këtë gjuhë universale të artit, se si e kanë marrë këtë ftesë, çfarë kanë para ty, çfarë eksperiencë ka qenë kjo, edhe emocionet se si është kaq dominuese në fakt arti, kjo gjuhë universale. Le t'ju prezantoj fillimisht Melinda Lupi, artiste vizuale, piktore, moderatore, pedagoge në Universitetin e Arteve. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjejmë Niki, në Reze Dielli edhe ti je një Reze që vjen në ekranet tona çdo mëngjes. Faleminderit shumë. Mikesha jonë e emisionit Reze Dielli, Anila Hetoja, piktore gjithashtu, arkitekte e brendshme. Mirë se erdhe Anila. Mirë se ju gjeta, kënaqësi edhe për mua. Faleminderit shumë. E cekëm pak, sepse kemi nisur bashkë Rezen, sezonin, e prekëm pak në fillim të shtatorit për këtë event, i cili bënte bashkë artist nga gjithë bota, dhe ku ka më mirë se të promovojmë edhe vendin ton përmes artit, artistët tanë. Tregoni pak si e morët ftesën, si u bët pjesë e këtij eventi ndërkombëtar në Sharm el Sheikh. Në fakt, ftesa ishte një surprizë shumë e bukur, një surprizë që më bëhet për herën e dytë. Herën e parë kam prezantuar Shqipërinë në Hurghada, por një tjetër eksperiencë ka qenë ajo e Sharm el Sheikhut, që ka qenë vetëm para pak ditësh, jemi ende të ardhura me rrezet e Egjiptit. Në fakt ishte një kënaqësi e veçantë sepse isha së bashku me Mikeshën dhe artisten, që kemi dashuri të përbashkët, që kemi artin midis vetes. Ishim të dyja, pikërisht në Sharm el Sheikh na erdhi një ftesë nga organizatori Muhamed Faruk Hamida. Kaluam një eksperiencë të veçantë, që do të mbahet mend në memori, në të flasim dhe në detaje, po unë dua të dëgjoj impresionin e parë që i la Anilës. Ishte ftesa e parë, era parë për ta përfaqësuar në këtë dimension. Ishte një event madhështor në fakt, ishte emocionuese në fakt kur mora ftesën, edhe privilegj të jem me Lindën në këtë event kaq madhështor. Për ne është bukur të marrësh pjesë, sepse të them të drejtën është një shkollë me vete, sepse ti ke të bësh me shumë artistë të mëdhenj, aty konkuron le të themi mes shumë artistësh, puna është e hapur për të gjithë artistësh, ti e hapur për kritika pse jo, për këshilla të ndryshme. Prandaj them që ishte një shkollë më vete. Për mua ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme, edhe që do ngelet gjatë në memorien time. Ishit 54 artistë. Në fakt kanë qenë 30 shtete shëndësika. Ishin rreth 63 varet pastaj në mundësit apo jo që kishin për të ardhur. Konkurrencë më shumë apo frym bashkëpunimi? Çfarë ndjesie morët? Ajo ishte një frym konkurrencë, nuk mund ta them, por ishte një frym bashkëpunimi, ishte bukur sepse pavarësisht gjuhës, krahinës, nga cili vend vim apo fesë, të gjithë flisnim gjuhën e artit. Ishte një urlidhse e jashtëzakonshme e vendeve pra të ndryshme. Për ju si artiste që jetoni çdo ditë me artin, jo vetëm në shpirt dhe të merresh me art, sigurisht që atë rezaton edhe në qetësinë, paraqitjen, mënyrën se si gjykon dhe mendon gjërat për ditë. Arti është frymëmarrje në fund ditës, arti është terapi. Unë them që ky është një dhuratë nga Zoti që ne na është dhënë. Për gjithë ata që e kanë një talent dhe kanë përshtypjen që të gjithë e kanë, por disa e kanë zbuluar herët, disa vonë. Jo, kam jo me vërtet artiste, gra, zonja, zotërinj, të cilët në një moshë të thyer kanë zbuluar këta. Ndoshta jeta i ka bërë të tillë që të mos e zbulojnë këtë potencial, këtë ditë të fshehur. Ajo shpreha Picassos që artistë janë të gjithë fëmijë, po kur të rritesh nëse ngelesh, nëse vazhdon edhe kur rritesh, atëherë ka qenë në brendësinë tënde. Në brendësinë tënde, por nuk ka asnjë njerëz që nuk e ka një dhunti në vetvete dhe për të jam e bindur, por të kthehemi tek eksperjenca në fakt. Ka disa, më fal që të ndërprerë, ka disa si ju, pastaj është plotësuar. Faleminderit Niki. Lida nuk do të flasi, përsa është modeste për sa i përket artit që bën, po më lejo pak të lutem, më fal Lida. Këto tani po flas si profesioniste, jo si Mikesh, sepse si Mikesh ajo di shumë mirë se çfarë mendojnë për artin që bën. Por ditë them që është artiste jashtëzakonshme, me vlerat e jashtëzakonshme. Ditë them që portretet që Linda i spikat, tamam si ajo Zana me atë penelin që i risjell në jetë. E këtë e them me bindje dhe e them thjesht si
le të themi, profesioniste në këtë fushë, se si mikesh, ajo e di që kam shumë për zemër. Falenderoj. Anila nuk kurse mbështesin gratë, kompliment. Këto graj duhen shumë shoqërisë. Absolutisht që po, dhe ju që më keni vënë në mes tani. Tani më tregoni pak për tematikën që zgjodhët të përfaqësohesh. Si ishte përzgjedhur? E zgjodhët ju tematikën? Ishte një temë e përcaktuar nga organizatorët edhe çfarë u ndjek kjo diferenca, u ndjet pak të diferencuar nga artistët e tjerë, apo kjo ishte pa konceptueshme në një vend që s'do t'ja di fare për këto konkurenca? Arti është i lirë. Flasim për një gjuhë universale, pavarësisht historisë së një vendi dhe kulturave të ndryshme nga të cilat ne vim, ne vërtet përfaqësonim vendin tonë, por ndjesitë emocionale që ne venim dhe përfaqësonim Shqipërinë dalloheshin pikërisht në ngjyra, në mënyrën se si ne shprehnim aspektin shpirtëror dhe ato historik me të cilën ne mbartim dhe shkojmë në një shtet tjetër, dhe nuk është as pak konkurrencë, sepse është shkëmbim kulturash. Edhe është pikërisht një ekspozim edhe procesi kur ti pikturon, sepse shikon teknikalitetet të reja, një komunikim ndryshe, ne vim nga shtetet tjera, por aspekti emocional ty të bashkon në një gjuhë, dhe nuk ka as pak konkurrencë në këtë pjesë, por është një kënaqësi e veçantë që ti shkon dhe shkëmben kulturën tënde, përvojën, eksperiencën, pasionin. Absolutisht, dhe për më tepër në një qytetërim të lashtë faranoik siç është Egjipti, që shumica e artistëve vinin nga Kairo, nga Sharm el Sheikh, nga vende ndryshme të Egjiptit. Po shohim disa momente nga eventi aty. Po këtu jemi gjatë ekspozitës. Jemi bashkë me artistët e tjerë gjatë ekspozitës. Tu keni ndaluar tek piktura e Anilës. Anila, çfarë ke dashur të përcjellësh me pikturën që e realizuat aty? Aty, po direkt të gjithë. Ishte një perspektiv, one point perspective, edhe ishte duke qenë se lidhet edhe ana ime, fusha ime e arkitekturës, edhe duke qenë se edhe ekonomiste janë bashkuar së bashku, edhe është më shumë për të thënë që vendi ka më shumë nevojë për zhvillim, ekonomi, edhe prandaj doja ta pasqyroja një vend në zhvillim, pra disa building në art modern, edhe të risjell aty. Pastaj për ngjyrat, Linda na ka përfaqësuar shumë bukur me ngjyrën e kuqet, flamurit. Pikërisht piktura që ndodhet pas. Kjo piktura e kuqe flak. Ajo e kuqe flak është, po, në fakt atë ide dhe është një prej pasioneve të mia të fundit, nuk e di pse kuqja më ka rëmbyer zemrën. Jam kaluar nga bluja në të kuqe, e kundërta e shprehjes së Picassos që thotë nëse nuk do të kisha të kuqen, do të pikturoja në blu. Unë kam pikturuar në blu, jam kthyer tek e kuqe. Por është pikërisht ngjyra bazike që ne kemi identitetin ton kombëtar, është ngjyra e flamurit tonë e kuqja, po jo vetëm kaq, se nuk është kaq e thjeshtë. Në mënyrë metaforike kam punuar me relief, me të kuqen sërish, në një formë monokrome me të njëjtën ngjyrë, duke shprehur, patjetër, duke shprehur se e kuqja është jetë, e kuqja është pasion, është dëshirë, por tek e kuqja qëndron edhe dhimbja, qëndron edhe plaga, nga e cila njerëzimi merr edhe forcë. Për sa i përket edhe, sepse ne kemi një të përbashkët me Egjiptin, kemi qenë ndër vite në pushtimin e perandorisë osmane. Kështu që kjo ishte edhe një që më ka bërë përshtypje, ka qenë një komenti, një vizitori, në momentin që ne pikturonim, se kjo ishte edhe e bukra. Kur ti pikturoj dhe vinin vizitorë të ndryshues. Po. Ju turishni vëmendjen, ju pengonin në Jo, ishte bashkëbisedim i lirë. Kemi problem. Jo, absolutisht. Është kënaqësi madje, sepse ne morëm parasysh që pavarësisht se artisti kërkon intimitet në krijimtarinë e tij, por e morëm parasysh që do të kishim edhe energji të tjera rreth nesh. Me që se jemi tek përshtypjet, më tregoni pak komentet e artistëve të tjerë në lidhje në raport me pikturat që ju sollët, për tematikat, ngjyrat, eksperiencë veçantë duhet të ketë qenë komunikimi me to. Shumë e veçantë, siç e thash në fillim, pavarësisht që flisnim gjuhë të ndryshme, na bashkonte gjuha e artit. Arti kuptohej edhe nga shikimet, edhe nga sugjerimet. Ishte shumë e bukur në fakt, sepse ne lexojmë artin e gjithë secilit, sepse është ajo brëndësia që ne hasim, na lidh shpirti, na lidh shpirti i artistit. E kështu që komplimentet pastaj rrjedhin në fakt, aq më shumë kur je në një festë të madhe dhe ku është një audiencë e madhe që vinë të vizitojnë, të shohin, pëlqejnë punët, duan që t'i blejnë ato, edhe ishte shumë mbreslënse
Pikturat që vizatuat, edhe shiteshin, ishin dhe në shitje për vizitorë? Po, patjetër. Ndërkohë që një vizitor vjen, patjetër që në ndodhi, gjatë procesit. Mund të pyes, e shitët pikturën tuaj? Është në diskutim për të shitur, po, është në diskutim për të shitur, ishin pikërisht 2 qytetarë nga Kairo, të cilët kishin ardhur në Sharm el Sheikh, në resortin në cilin ne ndodheshim dhe punonin, dhe 2-3 herë gjatë procesi duke pyetur se çfarë po shpreh me këtë pikturë dhe sa kushton. Bëhesh edhe pyetje. Është e bukur sepse edhe vlerësohesh në fakt, edhe pse jo janë në shitje për art dashtit apo për persona që i duan, i vlerësojnë artin që ne bëjmë. Më falni që po ju ndryj, por nëse ajo do t'ju njoftojnë, besoj që nuk është shitur edhe... Ato do na njoftojnë, ne do vinë përsëri, do i themi edhe që e shitëm. Se po ndryj pak se shumë po një për këtë punë. Është e bukur. Çfarë mund të mësoj një vend i vogël si Shqipëria nga mënyra se si Egjipti prezanton këto evente artistike, i promovon artistët? Çfarë mund të marrim ne si vend nga kjo eksperiencë? Shiko, është një pyetje vërtet shumë e bukur. Do doja shumë që edhe në Shqipëri këto evente të ishin. Janë, para ca vitesh ishte për shembull Frida, që të gjitha gratë, femra në muajin tetor morën pjesë, ishte shumë bukur. Do doja që të vijonte përsëri kjo, që të vinin artistë të ndryshëm, të merrnin pjesë, të ishin të lirë, që të kompozonin në një ambient pse jo të mall, të hapur, që vinin edhe vizitorët, edhe turistët, do ishte shumë e vend. Mendoj, uroj që kjo të jetë një piknisje edhe për vendin tonë. Pra që të merret një shembull, këtu është ajo pika kyçe që nuk është investim vetëm për artistin, por është investim edhe për turizmin, sepse me këtë rast njihet edhe vendi jon duke ardhur vendet të ndryshme. Kështu që mendoj që i ja vlen, është me vlerë. Në raport me vizitorët, për shembull, sa të interesuar janë këtu në vendin ton krahasuar, domethënë kemi një boshlik, një ndek të madh në raport me artin, me artistët? Me pikturën veçanërisht. Në lidhje me turizmin? Duke e parë, me art të dashësit po thua, po? Si gra me art të dashur me vizitorët, duke e parë artin për gratë si një, ose dhe për burrat, në përgjithësi arti, piktura, më shumë si pasion se sa si profesion. Krahasuar për shembull me pikërisht me vendet pjesëmarrëse aty. E kuptoj. Po, në fakt është e vërtet, rosh me art në ditë e sotme është shumë e vështirë pa patur një punë të dytë, apo le ta quajmë që arti kalon në vend të dytë, kalon në pasion, kalon në ato që unë thash më parë në një terapi tënde personale. Ti e bën për pasionin tënd. Ndërkohë është e kundërta në vendet e tjera. Në disa vende perëndimore patjetër që kjo gjë është artistët janë elita e shoqërisë. Domethënë kalojmë në një tjetër nivel. Sepse promovohen, mbështeten. Patjetër që po. Është nevoja, patjetër që është nevoja për të investuar edhe për hapësira se ku këta artistë ekspozohen, është nevoja për të patur muze, është nevoja për të patur galeri, qoftë edhe private, pse jo, që jo vetëm turistët, po dhe ne qytetarët vendas të kemi mundësinë që qoftë edhe një pasdite apo një fundjavë apo një moment, një kohë të lirë, të edukojmë jo vetëm veten si të por dhe fëmijën, familjen, mund të shkojmë në një galeri arti. Kjo kulturë duhet ushqyer. Po duhet parë kjo dhe nga mediat kanë përshtypjen, duke qenë se kronikat që lidhen me artin janë gjithmonë o në fund, domethënë diçka autokritik është kjo, por gjithsesi pikërisht duhet edukuar publiku me formën e artit. Tregoni pak juve si gra, çfarë ju ka dhënë arti? Okej, na ka dhënë, ta fillojmë të dyja një herë. Gjë më e bukur që u ka dhënë arti. Mirësinë, dritën që kemi inside në brendësi edhe pasionin për jetën. Arti për mua është ajo dashuria që pa të cilën nuk do e shikoja dot mënyrën se si mund të jetoja. Do më duke jeta shumë bosh, edhe duke mos pasur ëndra dhe pasione në jetë, më duket sikur nuk je duke jetuar. Kështu që dashuri në jetë ka plot të dimensioneve të ndryshme, po kjo është një dashuri të cilën as nuk më lëshon, as nuk ja lëshoj dorën. Po, sa të kemi jetë, është vërtet. Ja, tani përshojmë ca momente të tjera, regjia. Këtu është një tjetër eventit, ishte dhe eksperienca të bukura, shkua dhe aty, nga tregoni diçka për te eventit. Niki ka qenë një javë artistike, po jo vetëm, ka qenë komplet javë e mbushur me aktivitete, me organizime, këtu jemi
është Anila, diku aty para Anilës jam unë, po pikërisht ishim duke vizituar segmentin që na çonte për tek piramidat mbi Gamile. E kjo ka qenë një nga eksperiencat e tyre shumë të bukura. Jo, ishte për mua eksperiencë disajt, herë e dytë sepse kam qenë edhe në Egjipt, edhe për mua, po. Dhe për Anilën gjithashtu. Por eksperiencë e parë për piramidat, isha shumë entuziast si një fëmijë me ziprisja në fakt që ti vizitoja. Është edhe kur e shikon ato piramide dhe ti përballesh me të shkuarën dhe e tashmja, është si ajo drita shkëndia edhe thua, para 5.000 vitesh kanë qenë këto ndërtesa të mëdha, këto varrezat të mëdha për faraonët dhe mbretërit. Ama sot neve ku jemi? Ku jemi në ndërtim flas, në infrastrukturë, apo mundohemi neve, jo ti emitojmë, po të bëjmë këto gradacilat e mëdha, apo artistike më sakt, përsa i përket arkitekturës, edhe friksohesh në fakt kur shikon në ato vite që janë bërë këto ndërtesa jashtëzakonisht të mëdha dhe përqendrojnë kohës, edhe ne shikojmë për shembull nëse mund të flas. Kjo është edhe për në botë, jo vetëm për kene, por duke qenë se jemi në Shqipëri, po them, ne ku jemi, arkitektët ku janë këto ndërtesat moderne që ti qëndrojnë kohës, që pasarësit tanë të krenohen me to. Pra ne kemi Butrintin, kemi disa pika që kanë ngelur, por do doja që edhe ne të linim gjurmët tona për sa i përket ndërtimit. Për të rikthyer pastaj tek pikturës, për të rikthyer artit që u bëni. Nuk e di kur po mendoja këtë bisedën me ju, thashtë i pyes njërë si artiste, për shembull në lidhje me ngjyrat, telajot, ato çka hidhni frymëzimin që merrni në përditshmërinë tuaj për të pikturuar. A mund të pikturohet dhimbja, thashtë i pyes njërë vajzat, a mund të pikturohet dhimbja pa e përjetuar atë? Pra kur ti nuk e ke përjetuar, po do ta pikturosh dhimbjen. Nuk mund të pikturohet. Nuk po flas për gëzimin, sa ai është frymëzim në vete. Po, patjetër, por njeriu ka një palimses në vetvete, një shtresëzim emocional. Ne qajmë, qeshim, këndojmë, bërtasim, flasim në heshtje me veten tonë, flasim me të tjerët, shkëmbejmë emocione, dhe gjitha këto janë brenda një trupi. Nëse nuk i përjeton këto emocione, nuk quhet që ti ke jetuar, dhe njësoj me pikturën ndodh në ndajmë copëzat tona, të shpirtit, ndjesit tona, emocionet, dhe i hedhim në tablo. Ato çfarë nuk shprejmë dot me fjalë, ne i shprejmë më së miri me anë të pikturës, me anë të ngjyrave, kështu që ashtu siç mund të shprehet gëzimi, lumturia, ashtu shprehet edhe dhimbja. Ju e njihni pikturën e njëra tjetrës, për shembull nëse nuk e keni parë njëra tjetrin që këtë e ka pikturuar Anila, apo ka një kod komunikimi kjo pikturë? Patjetër që ka. Ne të gjithë kur njohim artistin, duke njohur edhe shpirtin e artistit, e njohim punën e artistit. Kjo vlen edhe tek arkitektura. Unë për shembull i dalloj kush është sepse i njoh elementet, i di elementet. Është dora e dora, për shembull përdor disa forma gjeometrike, apo tek piktorët përdorim disa ngjyra që dallohemi. Dallohemi për ngjyrat, unë për shembull përdor 3 ngjyrat bazë, të kuqen, blun dhe të verdhën. Linda ka ngjyrën e saj të kuqen. Tani, sepse dallohen, duket shpirti i gjithë secilit kur e njeh një artist. Nëse piktura do fliste për ju, çfarë do thoshte ajo? Se të tjerët e dim se këtu mungon dhe kritika e mirëfill, po ja lëm pikturës. Kjo është pyetje si ardh nga Egjipti, misterioze. Po, kam qenë dhe unë pak me videot tuaja. E lexova pak. Është udhëtim shpirtëror. Çfarë do thoshte piktura për ne, uroj të jetë e kënaqur mënyrën se si e trajtojmë. Pa e kënaqur do jetë Linda e kënaqur, unë s'kam për ta lënë asnjëherë. Është arti me cilën kam lindur, edhe do jem aty në studio derisa të kemi jetë, kështu që do jetë e lumtur. Do jemi bashkë. Kush ka më shumë guxim? Do ta plotsoj dhe unë pak me një fjali të vogël. Cilës gjë jepet dashuri dhe ajo nuk është e kënaqur. Edhe lules kur ti kujdesesh për të në mënyrën e duhur dhe i fal dashuri. Edhe gatimeve që konsumojmë dhe gatuajmë. Çdo gjë që jepet dashuri është e kënaqur në vetvete për aq kohë sa në fund jep rezultatin. Kështu që kur jep rezultat të mirë do të thotë që piktura. Absolutisht. Ju patjetër që jo çdo ditë është e bukur, jo çdo ditë ka moodin, le ta themi kështu në gjë. Ndodh që të pikturoni kur nuk jeni në moodin e dur, jeni më të lodhura, jeni më të stresuara. Nuk del asnjë punë tamam.
Kështu që Ja lini absolutisht jo. këtë periudhë ose këtë moment gjendjes tuaj Të paktën në anën time unë që nuk është e punoj. frymëzuar dhe jo e lodhur. Po. Duhet të jesh e frymëzuar, duhet të jesh e mbushur, sepse aty është sa me dashuri, duhet punosh me dashuri. Në të kundërt do dali një punë që as ti nuk e pëlqen. Nëse unë nuk pëlqej një punë, atëherë pse duhet ta pëlqej një person tjetër, sepse aty nuk ka emocion, nuk ka energji. Edhe sepse çdo punë lind nga ne, unë them shpesh, janë si punët e mia që kam lënë, janë si fëmijët e mi që i kam vendosur atje dhe nuk kanë kujdes. Ama puna është pjesë e jotja dhe kështu që pavarësisht të mëmësisë, është pjesë e jotja. Ti lind në në çdo profesion tjetër. Po, thjesht të shtoja diçka dhe përsa i përket se si veproj unë në gjendjet e mia emocionale, kur jam apo kur nuk jam e frymëzuar, mundohemi të gërmojmë në ato emocione e para, e kam bërë shpesh, po, duke qenë se e thash pak më parë përdora artin ndonjëherë edhe si terapi, kështu që kjo mua më vye në momentet e mia që nuk jam në më të lumturën time ditë, e përdor dhe në ditët kur unë nuk jam, po e kërkoj brenda emocionit, këtë ka artisti. Ti gjithmonë je në ato rrënojat e tua emocionale, duke gërmuar të nxjerrësh nga vetja shqetësimin tënd. A ka xhelozi mes dy artisteve? Ka. Ka. Si vjen ajo? Jo, midis nesh nuk është kjo, nuk ekziston. Në çdo fushë besoj që xhelozit janë. Unë nuk do ta quaja xhelozi, është ambicie, është ambicie, ato çfarë kërkon nga vetja. Unë mendoj që gjithsecili nga ne është i veçantë në mënyrën e tij, nuk ka rrugë për xhelozi, të paktën mes nesh apo edhe mes artistëve që i njohim. Unë mendoj që persona që janë xheloz nuk ndjehen të vlerësuar me veten e tyre, nuk ndjehen të plotësuar me sakt, edhe kjo i çon në xhelozi, për aq kohë sa ke krimtari, për aq kohë sa je e vetëdijshme çfarë po bën dhe je në themi krenare për rrugën që ke bërë deri më tani, nuk ka xhelozi. Ti thjesht puno, trego veten, edhe tregu është i hapur, ka vend për të gjithë artistët, janë artdashtit ato që vendosin ndonjëherë ose në shumë të rasteve që kush është një artist i mirë apo jo. E qartë. Arti në fakt nuk është shumë personal. Kjo që thot Nila është idealja, ashtu siç duhet të jetë, sepse arti duhet të jetë më sensibilizues. Por në fakt kalon në aspekte personale, sepse këtu fillon ambicia, fillon konkurenca, në art duhet të jesh gjithmonë on top, duhet të jesh në maja, sepse aty këtu midis është sikur të mos vjesh re, prandaj është kjo... Këtu ka më shumë vështirësi, sepse është vetë lloji i këtij profesioni që e bën të tillë. Unë ju uroj shumë suksese, faleminderit për bisedën e ngrohtë, edhe lart e më lart. Faleminderit shumë në eventet të tjera të bukura. Faleminderit shumë Nila dhe Linda. Faleminderit dhe juve për vëmendjen tuaj. Kalofshi një ditë të bukur. Ne mbyllim këtu Rezën për sot. Mirupafshim.